Shteti jonë neve është të na përzanë. Kisha dasht me i thonë kryetarit për parim Rama vjetë me dhe premtimet e pa edhe djalin, edhe më tha Zoj, ti unë juroj djalit shërim për banesë mëse ki dertë. Kemi plejt me një parking në rrugë. Në banesën në lagjen fusha e pajtimit që e patë në shfrytëzim për më shumë se 10 vjetë, Selvie Berisha bashkë me 2 djemtë të saj nuk po kanë më qasje, pasi komuna e Prishtinës i ka urdhëruar që ta lirojnë atë. Lirimin e banesës e kërkojnë me arsyetimin se ajo nuk është më në shfrytëzim, derisa Berisha deklaron se ka raste kur nuk ka qenë në banesë për shkak të trajtimit shëndetësor të djalit jashtë vendit. Banesa me sipërfaqe prej 61 metra katror tash ka një shirit të vendosur nga drejtoria e pronës dhe një njoftim ku kërkohet të tërhiqen gjësendet nga banesa. Na kena jetu këto banesat socialit, edhe dëmon me që kemi dalë jashtë për shërim djalit, komuna na ka thonë që juve nuk ju takon më se ju jeni atje. Na jem unë kom folë edhe me komunën, kom ardhë sërë, kom shku në komunë, çdo herë, kom dhënë në gjitha dokumentet dhe ku ka shku trajtimi djalit, qysh tek pata, s'kam dasht me një absolutikisht për gjë. Kemi ardhë diellën, kemi flejt në rrugë, nuk kemi shku kërkon, kemi flejt me një parking në rrugë. E kemi marrë një kerë me qira, edhe aty e kemi bo natën, dje e misijel të ditën. Kemi shku në komunë, prapë kemi bisedu me Brahim Mehmetaj. Drejtoria e pronës në Prishtinë e udhëhequr nga Brahim Mehmetaj ka shpjeguar për kallzo.com se Selvie Berisha kishte lidhur kontratë me komunën për shfrytëzimin e banesës me qira me 29 gusht 2011 në kozgjatje prej 10 vitesh. Kjo drejtori deklaron se kanë kryer verifikime periodike nëse banesa shfrytëzohej për qëllimin për të cilin është dhënë dhe se gjatë kësaj kohe nuk e kanë hasur në banesë Berishën. Sipas tyre, kanë informacione dhe dokumentacion se ajo me fëmijët jetojnë e veprojnë në Gjermani, ndërsa banesën e shfrytëzojnë vetëm gjatë periudhave të pushimit. Për këtë arsye i ka dorëzuar vendimin për lirim të banesës më 26 maj 2026, që në afat prej 15 ditësh ta lirojnë atë. Më 2 gusht 2021, Pala ka deklaruar se që nga viti 2015 jeton në Gjermani për shkak të trajtimit shëndetësor të djalit të saj dhe se pas përfundimit të operacionit do të kthehej në Kosovë. Duke qenë se aktualisht jemi në vitin 2026 dhe ka kaluar një periudhë konsiderueshme kohore nga deklarimi i saj, ndërsa nga dokumentacioni paraqitur dhe verifikimet e kryera rezulton se ajo vazhdon të jetojë dhe veprojë në Gjermani. Është konstatuar se rrethanat faktike kanë mbetur të pandryshuara dhe se banesa nuk shfrytëzohet për nevojat e përhershme të familjes së përfitueses. Drejtoria e pronës ka ndërmarrë veprimet e mëtejshme ligjore për ekzekutimin e vendimit për lirimin e pronës. Konkretisht ka bërë ndrimin e cilindrit të derës së banesës me qëllim të marrjes në posedim të pronës komunale në përputhje me kompetencat dhe procedurat ligjore në fuqi. Berisha e ka pohuar se në Kosovë vijnë disa herë gjatë vitit, kur djali i saj nuk ka kontrolle shëndetësore dhe se ka një vizë humanitare në Gjermani. Sipas saj, të gjitha shpenzimet që i ka në Gjermani për shëndetin e djalit i mbulon ky shtet. Nuk kem vizë të përkohshme apo diçka. Në momentin derisa djalit i përfundojnë kontrollat, ata thojnë urdhëzoj dokumentat tua mundesh me shku në Gjermani, ku më shku unë s'kam pronë, nuk kam kërkon. Nëse vesh një dhumë ta kisha pas edhe e luta dje drejtorin, thash lutna të pakten që të muj sa t'jem këto, na mundësa që t'jem këto të rrim banesë, mos t'i qoj edhe djalin, mos të lo rrugve, edhe unë prap mrena kësaj kohe këto sene që i kom banesë, i largoj, masi që këta janë kategorikisht veç me lëshu. Në fund të majit, ajo e ka paditur komunën e Prishtinës dhe sipas gjykatës administrative, ende nuk është caktuar seanca gjyqësore. Berisha ka kërkuar edhe caktimin e masës së sigurisë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të komunës së Prishtinës, e cila është refuzuar. Kundrejt këtij vendimi, ajo është ankuar në gjykatë e apelit. Lënda me ankesë në gjykatën e apelit është pranuar me datën 18 gusht 2026. Ka marrë shenjen AA numër 1318 për 2026 dhe është ndarë në punë. Ende nuk është zgjidhur.
Në anën tjetër, komuna e Prishtinës paralajmëron se nëse pala nuk i tërheq gjësendet, do të vazhdojnë me procedurat për sekuestrimin dhe largimin e tyre. Nuk e konsiderojmë të arsyeshme që një banesë sociale destinuar për strehimin e familjeve me kushte të vështira ekonomike dhe sociale të shfrytëzohet vetëm gjatë periudhave të pushimeve, ndërsa pjesën më të madhe të vitit të mbetet e pashfrytëzuar. Një praktikë e tillë është në kundërshtim me qëllimin për të cilin janë ndarë banesat sociale dhe cënon interesin publik, pasi pengon që kjo banesë t'i vihet në dispozicion një familjeje tjetër që plotson kushtet për përfitim dhe ka nevojë reale e të vazhdueshme për strehim. Kisha dashur me i thonë kryetarit përparim Rama vjet me dhe premtimet e pa edhe djalin, edhe i tregova komplet ngjarjen. Edhe më tha Zoj, ti unë i uroj djalit shërim për banesë mos e ki dert. Do me thonë nuk shkum plot 10 muj, mu banesa veç erdhe dhe mu mbëll. Na i përkasim këti shteti. Shteti jonë neve është të na përzon. Shteti jonë nuk është të na lo neve në vend tonin. Atëherë po thuj një po ikon, se s'ka ku shkan. Ne kam djalin tjetër 22 vjeçar. Tha dje mam, tha, shteti jonë na përzoni, tha neve. Çka kena me bëu thana qëtash? Kështu që nuk di çka me thonë, moj më thonë këto që e kanë bërë shumë arri për ta, edhe dhe të mendojnë pak çka kanë bërë, çka kanë vepru, se nuk është e drejtë. Në lidhje me premtimin që Berisha pretendon se ja ka bërë kryetari përparim Rama në vitin 2025, Kallzo.com e ka pyetur Ramën, por ai nuk ka kthyer përgjigje deri në publikimin e storjes.